se kush janë ata që ikin debatit parlamentar. Kush e don Kuvendin e Shqipërisë që t'jetë me mec, të mos diskutoj, të mos debatoj, të mos analizoj. Është e pa imagjinueshme për çdo parlament funksional në çdo vend demokratik që qeveria, pra shumica, t'ik debatit për prioritetet e qeverisë. Por për Shqipërinë, kjo është mëse e kuptueshme, sepse s'kan as prioritet, as program, as arritje, për cila do duhet vinë t'ja bëjnë transparent në kuvend qytetarëve shqiptar. Mohimi i drejtës për debat, të kërkuar nga opozita, tregon mundësinë e Edi Ramës për ta bërë Shqipërinë nga republikë parlamentare në republikë kryeministrore. Edi Rama don një kuvend pa gojë dhe pa mendje, fiks ashtu siç ka përbërjen e re të grupit vet parlamentar, cilët as mendojnë, as reagojnë, as flasin, vetëm votojnë sa herë urdhrohen nga Edi Rama. Kërkesa për mocion me debate opozitës ishte e qartë, konkrete dhe lidhej me një çështje për cilët qytetarët shqiptar meritojnë transparencë. Kuvendi duhet jetë dhe për ne është vendi ku debatohet, ku flitet, dhe jo vendi ku votohet çfarë është interesi personal i Edi Ramës. Dua të siguroj qytetarët shqiptar se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të shfrytëzojë çdo mekanizëm parlamentar për të realizuar debatin e munguar dhe të mohuar sa i takon prioriteteve të programit qeverisës që është paraqitur në kuvend, i cili më shumë ka gafa se sa çështje në interes qytetarëve shqiptar, por gjithashtu edhe për integritetin e antarëve të kabinetit të ri qeveritar. Gjithashtu po sot u refuzua një tjetër mocion me debat për miratimin e një rezolute për dënuar gjenocidin serb të kryer në Kosovë me qëndrime dhe pretendime absurde të tipit që do duhet ishte bërë në vitin 1999. E vërteta është që Kuvendi i Kosovës ka miratuar në 17 maj 2019 një rezolut për dënimin e gjenocidit serb të kryer në Kosovë. Aso kohe, grupi ynë parlamentar, si që ju e dini, nuk ishte prezent në Kuvendin e Shqipërisë. Në vizitën zyrtare të 16 dhjetorit 2020, presidentja e Kosovës, zonja Vjosa Osmani, ndër të tjera do të bënte këtë thirrje. Ju e dini që rruga e Kosovës ka qenë gjithmonë plot sfida, i gjithë procesi ynë i ndërtimit dhe Shqipërinë e kemi pasur gjithmonë në krah. E vërteta është se Serbia ka kryer krime lufte dhe gjenocid dhe nuk ka një të vërtet tjetër dhe këtë e ka parë e gjithë bota pasi ka ndodhur në sy të saj. Por që të mos përmbyset e vërteta, ne kemi nevojë për mbështetjen e Shqipërisë, që të jetë zëri ynë atje ku ne nuk kemi zë. Kosova ende nuk ka ulse në një numër të madh të organizatave ndërkombëtare dhe aty kemi nevojë për ndihmë nga Shqipëria. Me kërkesën tonë, duam t'i bëjmë thirrje Kuvendit të Shqipërisë që të miratoj një rezolut që do dënonte gjenocidin serb në Kosovë. Këtë e ka bërë Kuvendi ynë dhe duam që pas nesh të jetë edhe Shqipëria në mënyrë që t'jemi të bashkuar. Në përgjigje të kësaj thirrje të presidentes Republikës Kosovës, grupi ynë parlamentar me njëherë sa po shkthyer në kuvend në vitin 2021 ka paraqitur kërkesën për mocion dhe finalizimin me një rezolut ku Kuvendi i Shqipërisë dënon gjenocidin serb të kryer në Kosovë. Për 4 vite, kjo kërkesë ka mbetur në zyrtaret e kryetarëve të Kuvendit, 3 deri më tani, dhe kjo është arsyeja pse në nisjet legjislaturës re, për shkak se aktet e legjislaturës vjetër na janë kthyer mbrapsh, kemi dërguar mocionin me debat dhe kërkesën për miratimin e një rezolute që dënon
Kuvendi i Shqipërisë dënon gjenocidin serb. Kjo kërkesë sot në konferencën e kryetarëve është refuzuar dhe pyetja që unë kam për grupin parlamentar të Partisë Socialiste dhe për kryeministrin dhe kreun e mazhorancës Edi Rama është pse refuzon që Shqipëria t'i bashkohet Kosovës në dënimin e gjenocidit serb të kryer në Kosovë. Kjo do t'ishte edhe një ndihmë reale që Shqipëria do t'jepte edhe në kuadër të procesit pa drejt që po realizohet ndaj udhëheqësve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Edhe mbi këtë çështje, sigurisht që ne nuk heqim dorë, do të përdorim çdo mekanizëm parlamentar për ta çuar përpara këtë kërkesë të drejtë, që nuk është kërkesë thjesht dhe vetëm e demokratëve, por unë kam bindjen që është kërkesë e çdo qytetarit Republikës së Shqipërisë. Ne do duhet jemi në krah të popullit Kosovës, qytetarëve të Kosovës dhe të institucioneve të Kosovës dhe t'i përgjigjemi pozitivisht një ftesë që ka 5 vite pa përgjigje nga qeveria shqiptare të presidentes Kosovës, zonjës Vjosa Osmani.